Nuk është plot me lodra, por plot me bot. O por dashuria. Po e pushim televizorin do të bëjmë për dashur ajo. Gjitha të modo në studirat të komunikon me kafë. Oh my god. Përshëndetje Kalemaja. Përshëndetje. Faleminderit që keni ardhur tek podcasti i artistave. Është kënaqësi. Kënaqësi. Unë nuk isha që të bëja prandaj pranova. Ti ishe çfarë bëhe dhe erdhi ta pse E jo. prit. Të kalonte një mbrëmje. Hajde. Po, s'kisha të bëja të mirë. Të mirë mbrëmje të këndë. Përshime, super, asta mirë, nuk se ju. Unë ishte tekin ndegi. Ti në dikësh, super, shumë mirë, do shkosh, do aratisësh, do të shlodhesh, do bësh. Dhe ndërkohë ne fëmijët e hënë në mëngjes, mamë që s'më çove për shkollë. O harrova. Kemi një pushim. Ja, pushim. 9 ditë që të themi të vërtetën. Mamë ndërkohë, o zot një javë më e keqe jetës time. Se e që do jenë Mami zë pushim. Edhe unë jam me mamin. Zë e kam siguru. Unë jam e kundërta e Helit, sepse unë kam 2 nëntë të vogla dhe nuk na len një ditë vetëm me mamën, por gjithsesi një herë në javë me mamën kaloj vendito. Po ti do knaqesh me motrat tua. Okej, do na bëni një prezantim shpejt. Sigurisht. Unë quhem Helin Doka, jam 11 vjeçë dhe studioj në shkollën Ylberga. Okej, super. Unë jam Artur Vataj, jam 9 vjeçë gjysmë dhe studioj në shkollën Ylberg. Okej, jeni në shkollë bashkë. Po, më keni thënë që jeni në shkollë bashkë, okej. Atëherë, unë quhem Marina Sinani, jam 9 vjetë gjys, për pak mbush vjetë, dhe studioj në shkollën Andrea Stefani dhe më pëlqen shumë aktrime. Shumë aktrime, okej. Dhe regji. Dhe regja, pra do të bësh dhe regjisore, okej. Një pyetje kështu shpejt, çfarë dëshironi të bëni kur të vjen nëse e keni ndarë me aktor, okej. Më vlerëson. Artur? Po. E thash. Aktor. Të tre do në bëni aktor? Aktor dhe sportistë. Unë dua aktore Hollywooodi, aktore filmash, aktore shfaqje dhe regjizore. Dhe regjisore, okej. Regjisore teatri, apo filmi, apo të dyja bashkë, apo... Regjizore për çdo gjë. Regjisore për çdo gjë. Tani për çdo gjë. Na bëj dhe regjinë e podcastit një ditë. Do ta bëjmë. Okej, Kalemaja, tani në këtë podcastin e Art Mixave që Do të përgjigjem një pyetje. Po. Ti përgjigjesh disa pyetje interesante që Interesante. Nuk e di. Ajo vajte? Një zoni pak jam 8. O dëshmon. Mbas edhe më shumë, nuk e di se si ecën. O zë. Biseda të shohim se çfarë përgjigjesh interesante. O dysh. Më fal. Do. Oh my god. Picasso ju rrezë Picasso. Ska që po pse të bëjmë pyetje të zakonshme. Pyetje të zakonshme i bëjnë të gjithë. Po, normal. Sa vjeç je? Sa vjeç je? Jam ndoro. Okej, jeni gati? Të fillojmë me pyetjen e parë. Nuk janë dash. Vetëm nis me më të letën, a? Më të letën do. Se mund dhe unë pastaj. Po, 2 + 2 bëres me 4. My last name is ready. Okay, your last name is ready. Okay. Atëherë, një pyetje interesante, gjitha janë interesante, por pyetja e parë është kjo. Çfarë do të preferonit më shumë? Të jetonit në një shtëpi shumë të madhe, super luksoze, me sa më shumë lodra, nuk e di me çfarë keni qejf ju që targetoheni, fush futbolli, çdo gjë perfekte, por të jetonit vetëm. Me qenë me matës me çdo gjë, çfarë keni qenë? Apo në një shtëpi të vogël, jo me shumë kushte, por që t'ishit me prindërit tuaj, njerëzit tuaj më të dashur. E dyta zysh më pëlqen, sepse mbas të doje shtëpi e vogël, po doje jetën shumë plot të dashuri. Okej, shumë përgjigje, bukur. Do doja të dytën, sepse e vërtet që s'ka borë. Po ka dashuri. Nuk është jetash. Nuk është plot me lodra, por është plot me obor. O por dashuria. Abor dashurie, wow, okej.
Unë njësoj si miqtë e mi, të dytën, sepse edhe pse nuk kemi obor, nuk kemi gjëra që duam, lodra, qenë, mace, që në fëmijët i dashurojnë. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm dhe të rriturit. Më do doja familjen, sepse në qoftë se ne nuk do kishim familje, nuk do kishim dashuri, nuk kishim ngrohtësi, me këtë komunikonim. Do më thënë, ne nuk kemi Eliza dhe moto në çudira dhe të komunikon me kafshë. Shiko tani. Mos ta shajmë Lizën e shkret. Jo, sigurisht. Tani shiko. E vërtet që kur jemi familjen mund të komunikosh, po nuk është cool nëse unë për shembull mund të komunikoj dhe me macën, për shembull miau miau miau, miau 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 miau, miau për shembull. Ti se merr vesh se çfarë? Ham, po. Ham. Se sa do të ham, hajde merr vesh. Do filloj do krijoj një gjuhë që të merresh vesh me miqin. Do më thëmë po. Ham, jo. Ham. Ndoshta. Okej. Ndoshta. Por të pakën do ishte një super shtëpi, me me pishinë, me gjitha. Po do ishim. Por do ishte ham. Por për ato nuk ke telefona që komunikoj me kafshë. Sigurisht. Jo, ka. Ka telefona. Unë flisim me telefona. Aha. I bie Ti do. jetoj vetëm. Ose Unë flisim me telefona. Me gjithsesi të dytën. Gjithsesi të dytën. Rejnë si kur pëndrojt pak më ndjen duke. me gjithë fjalë që më the mendja ime është dua shtëpi më mirë. Shpirni. Po jo. Po Familja? familja përpara pasurisë është normalisht, por nëse ke karrierën, nëse ke familjen, i ke të gjitha. Pikërisht. Edhe plus ose mendoj që nëse ke mbështetjen e familjes edhe të motivojnë, edhe mund të arrish të marrësh. Po sigurisht, patjetër që po. Ndërkohë se ka dhe emër ky peshku Ka jon. emër peshku jon. I keni vënë një emër më në fund peshku. Portokalli e ka. Jo, Goldi. Po pra Goldfish. Flori. Po kam shumë emra dhe ndërkohë ky më kap që këtë peshkun. Po, e vërtet. Jo, në fakt nuk më pëlqen i këtij. Jo, ja. Peshku ndërkohë jeton në një shtëpi të vogël, po pa familje. Ja, për ta provojmë Teli. Jo, të Për një sekond ta provojmë Teli. Goldi për sot neve. Okej, vazhdojmë. Keni dot në të Vazhdojmë me pyetjet e tjera se kemi shumë. Okej, pyetja e dytë. Në qoftë se shoqja ose shoku yt i ngushtë do ishte alergjik ndaj kafshës suaj. Çfarë do bëni? Do i të kafshë shumë e lehtë. Jo, zysh. Një sekond të pyetje. Më falë. Nëse shoku yt i ngushtë, Gledi, për shembull, do ishte alergjik. Ndaj kafshës tonë, ti ke një qenush për shembull që e do shumë ose një macë, nuk e di. Edhe ai është alergjik, çfarë do bëje ti? Ja, mos hajde të shtëpia ime. Ose për ndryshe, e nxjerrë qenin dhe po alergjik. Ose mbase. Ose unë do të dilja në vende ku nuk është qeni, mund ta lija me dikën ndërkohë që dal me shoqen. Okej. Shiko, respektoni alergjinë e shoqës, domethënë kujtoshit shumë se më intereson. Unë do t'i thosha më shumë shokut tim, po t'ishte shumë, unë e kam atë qenin për ndër vite, mund t'i them shokut nëse e alergjik, shumë skram. Sto vras qenin tim Do i thoja atëherë, ti je alergjik nga masja qeni, nga kafsha ime. Si thua që të vi unë në shtëpinë tënde? Po pra, që të Dhe të ikim ne në shtëpinë tënde, ose do i thoja një kujdestari që merret me qenë, do i thoja ama mba pak qenin të paktën për 10 orë, edhe do e leja dhe vinte shoqja për 10 orë do vjen me shoqja. Po, më shumë se 10 Më orë. shumë se 10 orë. Po qeni nuk rrin në shtëpi. Duhet ta nxjerrësh në abort, tani shoku mundet kështu për shembull. Ai mund të më thonë në telefonin për shembull, shiko erë para dere. Dhe unë tani dal aty. Dhe del nga dritarja? Jo. Do mbyllesh Do i largoja shenin nga për shembull nga mbrapa shtëpisë, ai vit hyj brenda dhe pastaj e lë shenin gjë. Ide e bro. Shiko. Okej. Se sheni nuk rrin brenda. Pastaj
Sigurisht. Smeni ti Kam një pyetje shumë inteligjente. M'fal, ne po flasim për qen, kur ajo mund të jetë alergjik dhe për maca. Po prapë, ne po marrim një shembull që. Okej. Atëherë, nëse do kishit mundësi të takonit një personazh të famshëm. Si personazh të famshëm. Një person shumë të famshëm. person. Qoftë edhe nga shkuar, vetëm qoftë edhe dikush që ka. O vetëm e kam takuar. Po dikush dikë tjetër. Bën personin O famshëm. është a bën ti? Vetëm një. Personin që do donit më shumë ta takon. Michael Jackson. Michael Jackson. No, okay. Që të mësoj atë të ecurën me Michael. Po. Ja bëja fix. Unë jam mes dy. S'po zgjedh do. Ose Sabrina Carpenter ose Ariana Grande. Okej. Pse s'ke qenë? Ose jo, e gjeta. Jo, do e heqim këtë dyja. Do të takoj Eminemin. Eminemi? Po. Respekte. Gjithashtu. Oh my god. Edhe pse. E do Po ti pse nuk e ke qenë? unë do zgjidhja. Ti, unë jo. Merat, Artur. Do zgjidhja, kam shumë zgjedhje të bukura. Një. Vetëm një. Oh my god. Oh my god, po vetëm një. Pjesa pikante e pyetjeve, ndryshe. Taylor Swift. Wow. Po isha, po We would be a good club. Po me njërën tani. Oh my god, Taylor Swift. Taylor i ka karrierë shumë të madhe, sepse është edhe më e madhe më sigurisht, por kështu që Edhe Eminem, do doja dhe shumë Eminem. sigurisht, shqyr, jemi të gjithë fan të Eminem. Shake it up. Okay, Taylor Swift. Okej, hajde Artur. A thash? Michael Jackson. Jackson. Oh, po, okej, e vendosë, tash po se të Unë do përshëndet. vendosur. Okej, super. Okej, shumë mirë. Wow, sa shpejtare kjo. O zysh, kam të Linderman. Beyoncé. Oh, what? Thanks to Beyonce. Queen Beyoncé. Çfarë po ndodh me Beyoncé në këtë moment nuk e di. Me Beyoncé, Evil Plans. Okej, kalojmë këto gjëra të Thank you, mos. Beyoncé. Nuk ka nevojë për gjëra negative. We love you. Po. Okej. Tjetra. Flutë tjetra. Po. Nëse një i pas tre vendoset në hyrjen tuaj. Pra, Ose çaj ke Do e merja shpejt. çfarë do të bëni për ta ndihmuar? A do ta ndihmoni? Për ta ndihmuar apo Zysh unë e kam, a do të? një sekond është kështu. Me thënë, a është që duhet ta ndihmosh? Jo. Ose është varë në çfarë statusi ekonomike. Një person që Jo, nuk është jo ai. Ë? fare ti se jo, po mund të bësh çdo gjë, nuk është atë që të kesh status. Një Jo, person jo. O Ka dekëtën. Jo, edhe nëse si keni kjo si je, jo situata hipotetike. Thjesht një person në hyrjen tuaj në pallatin tuaj është strirë atë. Ose do të shkija dhe do mundosh atë gjë një punë. Unë do ta shihja tani, unë do ta shihja, a është tamam. Pas tre, pas asgjë, pas kënd. Në tjetër aty para te hyrja me Po mund ti për shembull. Ose tani shkon jemi në shumë- jo, ose Shiko. shkon sa futur brenda për 2-3 net, të kishte për shembull të kishte filluar një punë diçka, të kishte gjetur, për shembull të kisha paguar muajin e parë të qerastë dhe pastaj do kishte ndërtuar jetën e tij. Okej. Unë do këtë gjë do e lajmëroja dhe do i informoja, do i thoja për shumë policisë ose klinikën shëndetësore që ta mundësojnë edhe kryeministrit Që ta ndihmoj. po që ta ndihmojnë, ta mundësojnë një shtreh, Ta ndihmoj. Po. po, një shtreh të mirë për të, pak ushqim, për të paktën një vit dhe unë dhe nëse ato do vonoheshin, unë do i jepja ushqim, do i thoja më eja pak në shtëpinë time, bëj punët e tua, laosh. Tani këto do t'i bëni me të vërtet? Apo po? Me të vërtet. Unë e di që do të bëhe se ju jeni fëmijë të mrekullueshëm, po. Do i thoja fli të paktën 2 net, derisa kryeministët të gjejnë një streh. Okej, domethënë ideja është që do Unë realisht thjesht do t'i gjej një punë, marrë. Të gjeni një punë, Po, edhe edhe Ne kështu në një banan, kështu dhe marrë. Gjakun, po do e kisha paguar të qeran. Po, sigurisht. Mendoje pak, zysh. Do t'ja bëje kështu për shembull. Punësoj në një punë për shembull, punësoj të puna jote për shembull. Po. Thuaj pronarit.
kaç, tak, bla, Po. maroj, për derisa s'ka ushqim, derisa punësohet ai, po jep një 2-3 qofte kështu, 2-3 tosta dhe maroj. Është pak e rrezikshme të marrim një person që nuk e njohim fare në shtëpinë tonë, apo jo? Që mbas mund të ketë dhejrës? Jo pak, po më shumë. Në qoftë se unë e pyes mamin dhe mami është dakord, unë normalisht mund ta marr. Mirë. Dhe në qoftë Patjetër, po dhe mami jo të sigurohesh që është Po, person. Ada, ne duhet të sigurohemi një herë. Sigurisht, A është sigurohemi. person i mirë, qoftë nuk është, nuk e marr vetëm. Po që pra ndihma më e vogël që mund të ishte se ti merrem diçka për ngrohtë dhe ja jepni. me thënë shiko, unë do doja ta bëja. Në këtë moshë që keni. Po, diçka Në po këtë gratis. Në këtë moshë do i thoya mamit, mami mund të më japësh pak lek sepse kam gjetur është një i pastret dhe ishte vërtet gjyna në hyrjen e pallatit dhe përpara se ta lajmojmë politin, dua të jap të lajmërojmë politin, të lutem mund të bëjmë disa lek të iki të blej pak ushqim për të, ndonjë jastik dhe ndonjë batanie që të mbulohet dhe të jetë ngrohtë. Okej, në rregull, shumë. Shiko, harrova. Shika. Vazhdo sa harrova. Harrova fare se ngele të më zhurë. Okej. Tani kam një pyetje realisht shumë të rëndësishme për t'i bërë. Realisht. Jo, nuk është as pajisje asnjë gjë. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Vetëm fundjavë. Okej. Do të thënë unë të premtën, shtunave dhe dielave. Po, gjithë ditën 24 orë? Tani jo 24 orë, 2 orë maksimum. 2 orë maksimumi. Okej, në rregull. Në çfarë rrjete sociale rri, për shembull? Luaj. Luaj lojra, shikoj video. Jo. Këto. Okej, në rregull. Shikon video në Instagram, TikTok, Jo, YouTube. në YouTube. Okej, në rregull. Më thuaj, unë nuk mund të përgjigj shumë saktë, sepse nuk i numëroj orët ose Po mirë. minuta që mund, sepse unë kam vërtet një minutash, është 45 minuta në ditë. Po Okej. pra, unë nuk e të të Okej, Eli. Prit, ose se unë vin nga shkolla, ha buk, bëj detyra, pushoj dhe e kam 45 minuta në telefon, po në televizor mund të kem 45 minuta në telefon, 45 minuta televizor. Ndonjëherë në telefon. Se unë më shumë përdor televizorin sepse më thot mami, të lutem Lena, më mirë roman përdor 45 minuta televizorin se telefonin, sepse vërtet edhe televizori të bën me dhimbje syze, me dhimbje koke, por telefoni me aq afër që e mbani ju fëmijët, sytë e juaj do bën në syze, kështu që shifem me televizor më mirë dhe ke 5 minuta shkes. Televizioni ka dhe paksa më të kontrolluara, jo paksa, por shumë më të kontrolluara programe që jep apo jo. Po edhe unë Instagram dhe TikTok çfarë do? shoh YouTube, shoh te YouTube, diellorët, e diell, shoh podcaste, filma, gjëra angleze, shohta, këto. Ndërsa unë në një fundjavë ja shikoj dhe zëshaj pa, po gjëja është se unë shikoj shumë filma, bëj shumë scrolling në YouTube. E Over my logishtin. limits. Over Për my shembull, limits. çfarë thot over your limits? 100 Më shumë se 3-4 orë. Më shumë se 3-4 orë në ditë? në ditë, besoj. E ka një përsa përshim tash se shumë s'këtë. Por nuk është, shiko, ti je nxënëse shumë e mirë, je vajzë shumë e zgjuar, por nuk është gjë shumë e mirë, besoj dhe ti jeti dhe E ti e zështë, po nuk çdo ditë, e kupton në një fundjavë po, në një javë, po. kuptoj. Edhe për shembull, Edhe nuk e di pse ozësh, po jam shumë fiksuar që të shikoj filma, ose të vëd në këngë në kërceja ose diçka. Po mirë, okay, s'ka problem. Më shumë Jo, është për rrjetet sociale. Jo, në YouTube kam filluar të shpenzoj më pak kohë se të shpenzoj my time limit. Po. Dhe e kam ullur, sepse më e vogël ka pas parë për shumë. Ke pas I parë. kam qenë më fiksoj për parë kështu. Pra të shprehin që thonë prindërit ose kushdo që thonë si që Rejna që televizorit e bën më pak, për mu është njësoj fare, sepse televizorin, shkoj të televizor, këtu është televizori, po unë ja bëj kështu,
Si më qenë Është telefon. mirë, unë ulem në divan që kam. Mirë, zakonisht nuk është normale ishte të vim kaq shingjitur televizor. Unë më afro më shumë, unë vetëm televizor. Unë kur televizorin më qenë këtu, Unë kam edhe pyetur unë jam, mamin. unë mësua se unë televizorin më qenë këtu, unë jam këtu. Unë kam pyetur një herë mamin, kam qenë e vogël, edhe e kam pyetur o mam, po e prishim televizorin dhe u futëm brenda, a shkojmë të ajo? Filloj me qesh famit, jo hini tha se dëshim vend tjetër. Okej. Më tjetër tas. Jo! Pyetja tjetër do të lutem. Mirë, do t'i bëj pyetjen e fundit dhe pastaj do ta mbyllim programin për sot. Se nuk e Të di para se fundit. jam sigurt që kemi. Po të mund para fundit pa Të fundit, të fundit, Ama, të para të fundit. Okej, cili është ushqimi më i çuditshëm, më i pazakontë që keni ngrënë ndonjëherë? Për këtë pyetje unë jam shtypër e përgatitur. Tepër e përgatitur. Sepse unë nuk ha ushqime pazakonshme dysh. Gjithë familja ime ka qef që të provoj ushqime të reja. Unë jam. Ti jo. Ja, Ti kjo ha është ushqime. gjëja që mami thot, pse nuk provon ushqime të reja? Ja, e tham, ushqime saj shpifer është ai. Nuk e provoj dot. Do të thotë s'ke provuar asnjëherë ushqime. Ja. As karkaleta nuk e ha dot. As karkaleta? Ja. Prandaj mund ta marrësh me mend. Unë edhe më thira, më thira nuk më pëlqen të gjë, ai kam shumë të rralla. Unë jam 100% Sigur. jo. Dakor. Po, dakor, 100% dakord me idenë e Helit. Në hiri s'ke provuar asnjëri gjë të pazakontë? Me thënë, pas apo, e vetë një gjë që ishte, e fundit gjë që ishte mishi pulës. Oh. Kash. Kjo ishte e fundit. Nuk kam provuar më Që nuk pëlqeu fare. Diçka të tipit sushi. Unë nuk i duroj dot sushit. O mësua se Karkalecët një ushqim i pazakon e kam kryer vet. Ishte pilav. Mos ja vjen re. Me kos. Pilav me kos. Pra, Sa i pazakon. pizza. Po është okay, deri këtu është normale. E di, por i kam hedhur çaj kikeriku. Interesant. Po edhe mund të jetë edhe sushi me wasabi. Sushi me wasabi. E kam provuar një herë, më ka djegur goja për një muaj. Jo, zë sot provoja një karamele. E kishte një shoqja ime. Ishte kështu me livele, sa djegë është. Unë mora nivelin e 2. Unë vdes për gjëra djegë se ishte si djegë, se ishte. Edhe unë zysh kam provuar një takis, edhe thonë që takis blu dhe takis O mos të të fare ta, janë shumë shpifma. Kam provuar, po pra, janë shumë shpifur edhe kanë shumë djegse, wow, dhe kur i kam parë në YouTube njerëz që i hanë, thashë, oh my god, sa djegse janë kur i provova vet, like, Exageroni për të marrë Po. shikë. Patosat jeshil dhe patosat kuq janë më djegse sa ato. Mam të qenë gjërë. 100%. Edhe unë kur ha këfëtë, i marrë kratë të pullës djekse, nuk i ha do të djekse. Shiko, unë nuk doroj dot asnjë gjë djegse. Do me thënë, Oh my god! unë nuk e doroj dot as orbitin mend. Si Noa. Ue, edhe zysha. O zështë ma pëlqenë orbit. Vetëm nga halli. Mund t'i konsumoj. Se unë kur Nuk e tani di, që kam ose- kohë marr Unë nuk e- karamele mente dhe O zështë mua pëlqenë një palë që janë kështu, jo blu, po blu dhe hapur, po ha dhe jeshimet e blu kështu. Por, Ska dhe një lezbën. Mirë, pra Kalamaja, faleminderit. Ishte një pleasure zës. Kënaqësi, flasim shqip, jemi shqiptar, flasim shqip. Kamera falinderit. Nuk jam shqiptar. Nuk je shqiptar, çfarë je? Jam arbëror. Dhe ju përshëndes shoqet dhe shoqen time të Kur tretim të bëjmë spanjoll. Ai, espanjole. Mund të marrësh pasaportë, po me zemër të shqiptar. zë shumë po shikoj të Anita. gjithë shikuesit, shikoj Dean aty, Po i shef të shikoj mamin, babin, nënën, gjyshin, tezën, tezëvinër dhe daj. Unë shikoj gjithë verimin e Shqipërisë të Kjo jugu e mos i prek ato se na pengon. Nuk është e kamera tjetër përballë këtu. Unë shoh veriu,
Jugu, Shqipëria nësme. E gjitha shumë është, unë shumë mamin, babin, kushurirat, nonën, gjurë, dajën, fisi, shoqin time ngush, Melina, Noelia, Teja, e shumë të tjera, Lejlen, Arnelën, Sofia, po pra. Ciao! Shumë faleminderit. Maestra! Kënaqësi për lezë. Spanjol. Okay. No, Shumë faleminderit, Kalema. Thank you, my pleasure. Mirë pafshim. Ciao, ciao! Pati.